Para se kompania shtetërore Turkish Airlines të deklaronte tërheqjen nga ortakëria në kompaninë Air Albania dhe të nxjerrë në shitje aksionet e saj në masën 49%, thuhet se kryeministri Edi Rama ka bërë pazar që këto aksionet i blej qeveria shqiptare. Rama ka urdhëruar Alp Kontrollin të hyjë në kontakt me turqit dhe Sinan Idrizin. Nga burime brenda Ministrisë së Financave, pamfleti ka mësuar se me urdhër të kryeministrit Edi Rama, Alp Kontroll me 10% aksione në Air Albania ka filluar kontaktet me stafin administrues të kompanisë Turkish Airlines për t'i blerë pjesën e 49% aksioneve. Se sa do jetë vlera e blerjes së aksioneve të turqëve, këtë do ta vendosin dy palët ortake, por sipas informacionit, Edi Rama ka rënë dakord me qeverinë turke si pronare e kompanisë Turkish Airlines, që bashkë me aksione të blejë dhe detyrimin e borxhit 43 milion euro. Qeveria shqiptare do blejë fillimisht pjesën 49% të Turkish Airlines, pastaj pjesën 40% të kompanisë MDN Investment të Sinan Idrizit, duke u bërë 100% pronare Air Albania dhe do paguajë borxhin prej 43 milion eurosh maskuar pas së aksioneve. Përse do ta blejë qeveria kompaninë e falimentuare të zhytur në borxhe? Është anormale që qeveria të blejë një kompani ajrore të falimentuare të zhytur në borxhe prej 7 vitesh, por edhe me reputacion të rënuar në aspektin e korrektesës në shërbimin ajror ndërkombëtar, aq sa asnjë kompani nuk pranon t'i jap kompanisë Air Albania avion me qiraje shërbime pa parapagesë, madje refuzojnë edhe pilotët. Ministri i Financave Petrit Malaj është ngarkuar të kalkulojë vlerën financiare, duke e trajtuar si paketë detyrimi kontraktual, bashkë me borxhin që Air Albania u ka kontraktorëve brenda jashtë Shqipërisë për qirat e avionëve, taksat e aeroporteve, serviset, Eurokontrollit, shoqërive të karburanteve, pagat e pashlyera të pilotëve dhe shërbimet hotelerik catering. Pra pas kësaj blerjes lidhet me pazarin e Edi Ramës për të shlyer borxhet ortakut shtetëror Turkish Airlines dhe miku të tij Sinan Idrizi, të cilët janë në procese gjyqësore për detyrime financiare dhe në procese penale për mashtrime pengmbajtje të avionëve me qira. Në bazë të përqindjes së aksioneve, kompanisë shtetërore Turkish Airlines i përkasin 21.5 milion euro borxhe, kompanisë private MDN Investment të Sinan Idrizit 17.2 milion euro borxhe, ndërsa kompanisë shtetërore shqiptare Alp Kontroll i përkasin 4.3 milion euro borxhe. Nëse shitblerja do finalizohet, borxhet do t'i qeveria shqiptare, megjithse nuk e ka detyrim, por do ta marrë përsipër si qok ndaj tyre, prandaj do ta blejë kompaninë Air Albania bashkë me borxhet. Sipas informacionit, pas blerjes dhe shlyerjes së borxheve të kompanisë shtetërore turke dhe të Sinan Idrizit nëpërmjet Alp Kontroll, do shpall falimentimin dhe mbylljen e aktivitetit të Air Albania me proces tatimore gjyqësor, duke zhdukur gjurmët e aferës dhe aktivitetit të saj. Siç kuptohet, pjesë e pazarit është edhe avioni charter i Edi Ramos, të cilin kompania shtetërore Turkish Airlines ja dhuroi Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë më 7 nëntor të këtij viti, disa ditë para se të deklaronte shitjen e aksioneve. Kjo aferë që do t'i grabis 38.7 milion euro buxhetit të shtetit shqiptar për të shlyer borxhet e kompanisë turke dhe të Sinan Idrizit mund dhe duhet të jetë indicie për drejtësi.